Sot kam kënaqësinë të ndaj me ju disa komente mbi një zhvillim me rëndësi të veçantë për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, e për mënyrën se si dinamika krejt e re e politikës sonë të jashtme në dekadën e fundit po sjell në vazhdimsi rezultate të paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë. Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, përmes një letre për kryeministrin Edi Rama, ka ftuar Republikën e Shqipërisë për t'u bashkuar një organizmi të ri ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes, në cilësinë e vendit antar themelues. Në krye e mbi të gjitha, duhet pranuar se kjo ftesë është një vlerësim i lartë për rolin e ri që Shqipëria ka marrë ndër vite në çështjet e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajonin ton, po sigurisht edhe në gjirin e organizatave ndërkombëtare. Nuk ka dyshim se ftesa e presidentit Amerikës është edhe një vlerësim i drejt për lidershipin e kryeministrit Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i Bordit të Paqes. Fatkeqësisht, edhe për një ngjarje me një peshë të tillë krejt të veçantë për Shqipërinë e vogël, ky lajm i mirë për emrin e Shqipërisë e të shqiptarit në botë është pasuar nga një lumë marrëzish të derdhura në Mexhlisin e Informimit Publik. Ndërkohë që Shqipëria ftohet si bashkëndërtuese e një mekanizmi të ri ndërkombëtar, i cili synon ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe funksionale në botë, duke nisur me një nga sfidat më të ndërlikuara dhe më të ndjeshme të sigurisë globale, siç është e ardhmja e rripit gazës, opinioni publik shqiptar sulmohet nga brenda me gjithfarë fantazish të kundërshtarëve të kësaj qeverie. Pikërisht në një moment me simbolike peshë të veçantë, ku Shqipëria thirret si bashkëthemeluese e një qendre diskutimesh e vendimarrjesh me impakt global, jo në Honolulu, po në Shtëpinë e Bardhë, periferia e skenës sonë politike përndizet a thua se Shqipëria u përjashtua me turp dhe jo u ftua me nder të posaçëm. Tesa ky zhvillim dërgon gjithashtu mesazhin e Amerikës së Re se në politikën ndërkombëtare të sotme madhësia gjeografike apo demografia e një vendi nuk është faktor përcaktues, po vlen mbi të gjitha autenticiteti, koherenca dhe aftësia për t'i kontribuar paqes, stabilitetit dhe sigurisë, çka Shqipërisë ja njohin e çmojnë të gjithë prej vite tani më. Në Tiranë plas marazi e marrin dhen lloj-lloj tregimesh me miliarda dollar që do pague kemi për bordin, me palestinezë që do i sill kemi në Shqipëri, në këmbim të prezencës sonë në bord. Tamam kur kjo ftesë e drejt për drejt e presidentit Trump për kryeministrin e Shqipërisë, për t'u bashkuar Bordit të Paqes si bashkëthemelues, konfirmon forcën dhe besimin e ndërsjellët në partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Tiranë pasqyrat mediatike mbushen me shëmbëltyrat e dëshpërimit, athuase në Bordin e Paqes do t'ulet partia e një pjesë të shqiptarëve dhe jo Shqipëria e të gjithë shqiptarëve, kudo janë, në çdo truall ku jetojnë ata që flamur mbi të gjithë flamujt kanë atë të Skënderbeut e të Ismail Qemalit. E ndërkohë që ky partneritet, bosht kryesor i politikës së jashtme shqiptare dhe garanci e pozicionit ton euroatlantik, fiton një kuotë të re historike, edhe një herë akoma Shqipëria vlerësohet si një aleate e çmuar nga aleati i saj i madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në pazarin e Tiranës politike numërohen të ftuarit. 10 jo 10 po sa, 210 jo 210 po sa, 60 jo 60 po sa, 10, 120 etj. Ne nuk e dim ende se sa udhëheqës janë ftuar nga presidenti Trump në kohë e kapacitetet të ndryshme apo do të ftohen për t'u bashkuar nismës së tij globale, por dim me siguri që as në Argjentinë, as në Turqi, ku udhëheqësit e atyre vendeve ku më të mëdha se sa vendi ynë e kanë njoftuar publikun për ftesën, nuk ka pasur kurfar debati mbi madhësinë e numrit të antarëve të Bordit Paqes. Përkundrazi, përfshirja e vendit ndër të ftuarit është konsideruar diçka pozitive, e mirëpritur dhe e pranuar me falënderim. E nëse për ato vende dhe të tjera në përmasat e në peshën e tyre të madhe gjeopolitike, kjo është diçka pozitive, për Shqipërinë e vogël, kjo është diçka e jashtëzakonshme, me një përmas e peshë historike.
Bordi i Paqes përfaqëson një qasje të re, të ndryshme nga modele tradicionale të trajtimit konflikteve dhe mekanizmat ekzistues të menaxhimit të krizave. Ai lind në një kohë ndryshimesh të mëdha për botën dhe ofrohet si një prirje e re që sfidon inercinë në terrenet e konflikteve të shtresëzuara me dekada të tëra, duke synuar ndërtimin e një paqe që funksionon dhe i reziston kohës. Ne shohim këtë nismë si një përpjekje të fortë dhe fisnike për të shkuar përtej deklaratave politike apo angazhimeve formale në kërkimin e zgjidhjes së qëndrueshme të konflikteve. Përvoja jonë si vend që ka dalë nga një errësirë e thellë, ka lënë pas raporte të vështira dhe ka investuar në paqe, në bashkëjetesë, në bashkëpunim rajonal pa kufi, por më lejoni të shtoj, edhe modeli ynë i jashtëzakonshëm i bashkëjetesës fetare janë një vlerë e shtuar që Shqipëria do ta çojë në tryezën e lartë të Bordit të Paqes me statusin e antarit themelues, i cili jep Shqipërisë një mundësi historike në formësimin e vizionit, parimeve dhe zgjidhjeve të Bordit të Paqes në të mirët njerëzimit. Sipas statutit, antarët themelues kanë zë të barabartë dhe peshë reale në drejtimin strategjik të këtij organizmi, prandaj kjo ftesë nuk është vetëm një nder i madh, por është një përgjegjësi e lartë shtetërore, madje mbi të gjitha një përgjegjësi e lartë shtetërore. Më vjen vërtet keq për nevojën për të komentuar edhe politikisht, nuk do doja, kur në fakt ky i Bordit të Paqes ishte fare rasti për t'i mbushur kanalet dhe portalet me opozitarizëm shiu e bore, por ishte në rastin më opozitar momenti për të heshtur. Por besoj se kjo ftesë është e mjaftueshme për të zhbërë të gjitha fabrikimet që kanë qarkulluar kohët e fundit lidhur me qasjen e administratës së presidentit Trump ndaj qeverisë tonë apo vetë kryeministrit, cilat kulmuan me agresionin dezinformues ndaj vendimit të brendshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rishikuar politikën e vizave të qëndrimit e lejeve të punës në Amerikë për gati gjysmën e vendeve me të cilat SBA-t kanë marrëdhënie diplomatike. Të gjithë ata që pas një përgjegjshmëri publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim gënjeshtrën se vendimi në fjalë na lidhej me ndërshkimin e narkoshtetit të tyre imagjinar, e kanë marrë përgjigjen as më shumë dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump, i cili ka nënshkruar në letrën e tij se Shqipëria është një partner i mrekullueshëm dhe Edi Rama është një udhëheqës i respektuar botërisht.